Kemi ardhur në një prej komplekseve më moderne të ndërtuara në qytetin e Prishtinës. Bëhet fjalë për kompleksin Treja. Në këtë kompleks ju mund ta pasqyroni jetën në Zvicër. Për shkak që ajo çka do ju prezantojmë, doja u përmbush ato që unë e thash, duke filluar nga objekte 5 katëshe që janë të ndërtuara secila, e nga hapësirat e gjelbërta që ju nuk mund t'i gjeni në ndonjë kompleks tjetër banesor. Për cilën e videon, sepse çdo detaj të këtij super kompleksi doa shfaqim, e për ma mirë ju ftojmë ta vizitoni. E kjo që hecim ne nuk është rruga, është vetëm trotuari ku secili banor i këtij kompleksi mund ta shfrytëzoj. Mund të dilni edhe mbrëmje, edhe mëngjesit, por edhe ditës këtu e të shëtitni. Është një komunitet i zgjedhur. E kjo këtu që shihet është vetëm hapësira private e secilës banesë. Po supozojmë kjo me qenë banesa juaj, komplet këtë pjesën këtu e keni në shfrytëzimin tuaj. Objekti tash veç ka marrë formë, kompleksi thujse është 70% i përfunduar. Kanë mbet vetëm edhe 2 objekte banesore për t'i përmbyllur të gjitha 10 objektet të cilat jemi duke i finalizuar në kompleksin Treja. Faza e parë. Secila banesë e ka pjesën e gjelbërt përpara, ku komplet shfrytëzimin e ka vetëm ajo. E kjo është edhe ajo që e bën edhe më të veçantë këtë kompleks, për shkak që ne nuk kemi lënë në këtë kompleks asnjë lokal për arsye të ndryshme. Mirë po, arsyeja kryesore është që secili banor me kon i qetë në banesën e tina, për shkak që kur të ki lokale edhe zhurma është evidente. Mirë po, para se gjithash, ne e kemi menduar qetësinë e juaj. Janë 3 detaje shumë të rëndësishme që ne i kemi para pa kur e kemi projektu këtë kompleksin super modern. E para është etazhiteti i ulët, përdhesa plus 5 kate. Orientimi i secilës banesë është i hapun dhe i papenguar. E dritarët e shumta e bëjnë që dielli me depërtu në secilën dhomë. Izolimin e kitë përjetshëm me tulla belge. Këto tulla sot e të njëjtën janë të tilla. E sa i përket pjesës tjetër, përcjellni pamje. Banesa 117 metër katror e ka këtë pamjen mjaft e bukur nga kompleksi. Vjen me çmim prej 1500 euro në metër katror, e si duket organizimi i kësaj banese, tash do hyjmë edhe ta shohim. E kjo këtu është pjesa e qëndrimit ditor dhe kuzhina. Në këtë pjesë ti mundesh me organizu në forma të ndryshme mobilet e juaja. Orientimin e ka të hapun ashtu siç edhe e pat, e ne kemi lënë shumë dritare në mënyrë që ti me pas shumë drejtësim. Pjesa e sallonit është mjaft e madhe dhe shumë komode. Kuzhina është e mjaftueshme për banesën 117 metër katror. Pastaj i kemi 3 dhomat e gjumit. Dhoma e parë e gjumit fillon këtu. Pastaj kemi dhomën e dytë të gjumit, është dhoma e çiftit. Ka hapësirë të mjaftueshme e edhe kjo e ka orientimin nga jugu, dritaret Pidhreni. E dhomën e tretë të gjumit e kemi lënë dhomën e fëmijëve, ku edhe kjo dhomë e gjumit ka dalje në balkonin siç e pam, të hapur nga parku. E përveç këtyre 3 dhomave të gjumit, qëndrimit ditor dhe kuzhinës, banesa ka dhe një super banjo shumë të madhe, një WC dhe një vend të veçantë për vendosjen e këpucave. Banesa e ka po ashtu nxemjen qendrore me vajllant punuar në ndyshemë. Dritarët i ki me 3 xhama 4 stinor, roletat i ki të vendosura. Jemi në katin e tretë dhe kemi të gatshme për banim. Çmimin u acekëm 1500 euro për metër katror dhe banesa prej 117 metra është e juaja. Kontratën e realizojmë te noteri e nëse nuk i keni këtë mjetet,
ne e kemi edhe marrëveshjen me BKT-n, ku ju mund ta financoni deri në 20 vite. Na kontaktoni. E kjo është hyrja e përbashkët në kompleksin banesor të cilën ne kemi banesën për shitje. Ky kompleks, çdo detaj e ka të mirë menduar, po vrejet edhe nga hyrja. Këtu e kemi edhe ashensorin, por për një objekt 5 katësh edhe ashensori s'ka çka duhet. Të tilla objektet në Zvicër apo në Gjermani ose kudo tjetër ku janë vetëm 5 kate nuk keni as ashensor, ndërsa ne e kemi lënë. Për ata që pritojnë mes shkollëve, e përdorim ashensorin. E më tregoni ju se ku mund të gjeni diku tjetër në ndonjë kompleks gjelbrim më shumë e më të bukur e më të rregulluar se sa në këtë kompleksin të cilin ne jemi duke ofruar përshitje. E sa i përket banesave, ne kemi disa lloje të banesave përshitje. Mjafton na telefononi e të vini e të jetoni në super kompleksin më të mirë e më të bukur në Veternik.